Mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Një raport i fundit i publikuar nga BIRN edhe Internews Kosova ka identifikuar që Kosova nuk e ka të harmonizuar legjislacionin e saj për mediat konform standardeve të Bashkimit Evropian. Një listë e ligjeve të cilat janë miratu që nga viti 2010 e tutje duhet me kalu në reformatizim për shkak të ndryshimeve dhe të direktivave dhe udhëzimeve të Bashkimit Evropian. Problemi esencial në këtë fushë është se institucionet e vendit nuk kanë orientim strategjik për trajtimin e dezinformimit. Bashkimi Evropian edhe fuqitë e mëdha botërore tashmë e kanë të qartë që dezinformimi është një kërcënim serioz për sigurinë, prandaj ata kanë hartu strategji të rrepta edhe kanë themelu institucione speciale për me analizu, detektu edhe luftu fenomenin që rrezikon themelin e demokracisë, dezinformimin. Por, në Kosovë, ende nuk kemi një strategji kundër dezinformimit edhe luftës hibride. Për më tepër, legjislacioni i vendit duhet me kalu në një rishikim të plot për të diskutu për këto tema e tjerat e kom derin me pas deputet të cilët janë pikrisht të thirrur për me ndryshu ligje nëse kanë rast me bo këtë punë. Deputet i kemi prej 3 partive të ndryshme, ata janë Egzan Azemi nga Vetëvendosja, Ermal Sadiku nga LDK-ja, Ganimeti Musliu nga PDK-ja, edhe Krishni Gashi, kryetëdaktor në Kallëzo.com dhe njëri prej autorëve kryesor të raportit të dezinformimit që është publiku para pak kohe. Kisha dasht me nis prej teje Ganimete, thjesht pse nuk kemi kapacitete, pse nuk kemi kriju që po mendon a është e pa mundun, edhe pse edhe Evropa vetë nuk i ka krejt ligjet për me luftu dezinformimin, po a mundet Kosova me prit për Kosovës me i pas kapacitetet me luftu dezinformimin, edhe qa kështë pas qef me pa te në Kosovë për me umbrojt prej dezinformimit? Faleminderit shumë jeta për pyetjen edhe në momentin kur ti veç i përmende që ligjet që nga viti 2010 ka nevojë për rishikim ose ligjet në përgjithësi në këtë fushë kanë nevojë për rishikim, unë ta pohoj me bindje të plot që kjo është e vërtetë që po ka nevojë për rishikim, sepse ligjet duhet të evoluojnë me kohën dhe të përshtaten konform kohës edhe rrethanave, sepse në fund ditës ligjet bëhen që të jenë në funksion të qytetarëve dhe jo ligje për ta kënaqur procesin e vendimarrjes. A ka nevojë që të rishikohen. A ka Kosova kapacitete? Po ka Kosova kapacitete dhe tjetra, a rregullojnë ligjet nëse kemi ligjet mira, a rregullojnë situatën edhe në këta pajtohem që po. Pse e tham këta? E tham për shkakun se unë kom pas fatin me qenë në Komisionin për çështje të sigurisë në kohën kur ne e kemi nxjerrë ligjin për parandalimin e pjesëmarrjes në luftrat huaja. Dhe nëse për diçka vërtet krenona që kanë qenë pjesë e Kuvendit Republikës Kosovës, është pikrisht që kanë qenë pjesë atij komisioni dhe iniciativës për me bë atë ligj. Kur e kemi fillu, ose thjesht kur është përfol që do të vjen një ligj i tillë dhe duhet bëhet një ligj i tillë, ka pas shumë spekulime, kanë qenë shumë skeptik njerëzit se një ligj i tillë mund ta ndryshojë gjendjen në terren. Dhe kemi punu jashtëzakonisht shumë, kemi punu me ekspert, me dëgjime publike, kemi dëgju nevojat, kemi dëgju rrëfime nga qytetarët pse qysh çka po i çon njerëzit me marr pjesë në luftrat huaja. Dhe mu vjen shumë mirë që me nxjerrjen e atij ligji situata ka ndryshuar jo 100%, por ndoshta 200%. Dhe apo të kujtohet që çaj ligj ka folë se shumë gjëra u patën adresuar me te aspekti sigurisë, po për dezinformim specifikisht çka patët mujt me bë? Tani po e mora këto si shembull se sa munden me pas ndikim të mirë ligjet kur ligjet janë të mira, kur ligjet bëhen për qytetarët dhe kur në fokus të bamjes një ligji ose nxjerrjes së një ligji është qytetari i Republikës Kosovës dhe nevojat e qytetarit. Tani po du me u kthy te aktualiteti sot ku jam. Fatkeqësisht, sot ka hup serioziteti dhe interesimi që nxirren ligje të mirëfillta. Jam dëshmitare këto 2 javë të fundit, 10 ditë, 2 javë, jam dëshmitare vetë
e mos seriozitetit që është tregu në punë, në nxjerrjen e ligjeve që i kemi miratuar, edhe javën e kalume, edhe sot dhe më thonë që i miratuam disa ligje në Kuvendin e Republikës Kosovës, sepse janë bo pa asnjë dozë të seriozitetit. Janë bo ligje shkele shko për t'i knaq apetitet elektorale. Dhe thjesht nuk kemi pas hapësirën e mjaftueshme me i lexu që duhet në rand parë, sepse kanë bë duplifikim të mbledhjeve të komisionit në orare të njëjta. Të gjitha kanë shku me afatet të përshpejtuara ose me procedurat të përshpejtuara. Nuk i kemi qitë asnjë listë, paktën ku unë jam pjesë atyre komisione, asnnjë ligj nuk ka dalë në dëgjim publik, ku ti merr informacione se çka qysh si tek, nuk kemi pas informatat e mjaftueshme prej zyrës ligjore, prej sponsorizusit, kur i kemi bo pyetje, ose i kemi kritiku, ose kemi kërku ma shumë detaje, ose kemi dhonë argumente, nuk kemi pas ballafaqim të argumenteve, thjesht kemi votu me automatizëm, dhe kur tham kemi votu, fjala është për shumicën, sepse nuk kemi votu të gjithë, dhe ato ligjes edhe sot u miratun Kuvendin e Kosovës. Vetëm edhe qita, unë personalisht sot i bona thirrje kryetares së Kuvendit, që njëherët është edhe ushtruese e detyrës së presidentes, dhe asaj do t'i takoj me e votu, me e nënshkru për shembull ligjin për shtetësinë e Kosovës. Dhe ai ligj e rrezikon sigurinë e vendit nëse shkon ashtu si është. Dhe ja apelova që ajo të jetë e kujdesshme kur ta nënshkruan një ligj të tillë. Le ta qetë interesin shtetënore, interesin e Kosovës mbi interesin partijak dhe elektoral. Dhe prapo kthehem, nëse ne ligjet i shqyrtojmë me seriozitet, me procedura të rregullta dhe me vedije që këto ligje duhet t'jenë në funksion të qytetarit dhe të shtetit, mund të rregullohet jo vetëm ky problem, po secili problem në Kosovë. Po du më kthy me fol jo për krejt ligjet, po për dezinformimin. 5 vite në qeverisje të vetëvendosjes, raportet kallëzojnë që Kosova nuk ka kriju kapacitete me rujt sigurinë e vendit. Natyrisht, ka pas rritje të madhe, shumë të shpejt të dezinformimit, por është dashur me përcjell me përgatitje të mundësive me u mbrojt prej tyre. Pse s'ka mujt shteti me kriju mekanizma? Mbase mund të thuhet që mekanizmat nuk janë të mjaftueshëm në raport me shkallën e lartë të dezinformimit, mirë po konsideroj që më shumë se kurrë është bë punë konkrete në raport me dezinformimin dhe madje me burimet e dezinformimit. Konsideroj që Republika e Kosovës ka pas një qasje jashtëzakonisht konstruktive në këtë aspekt, madje nëse diku duhet shihet edhe realisht shihet një ngecje, është mund të them institucioni i prokurorisë që ndoshta nuk e ka ndjekur hapat e mekanizmave tjerë qeveritar, për shkak që besoj që gjithë këtu kemi informacione që institucionet bazë sigurisë, edhe AKI-ja, edhe Policia e Kosovës, përmes Departamentit Krimeve Kibernetike, kanë bërë një punë jashtëzakonisht. Ana disa shembuj, çka janë për ty shembuj të mirë që ti ke pa, që shteti ka funksionu edhe je krenar? Nëse duhet konkretisht, me thonë, si një simbol i dezinformimit dhe i rrezikut që na është paraqitur si shoqëni për vitet tona, ka qenë arrestimi i Fatmir Shehollit. Do të thotë një agent që për vitet tona, për dekadat tona është ditë që rrjedh prej një burimi spionazhi serb, ka vazhdu me u paraqit në media, televizione. Po sa the që prokuroria s'pe bën punën, ata e ka arrestu prokuroria. Fatmirësisht. Unë po të vesh çka ka bë qeveria. Prandaj po them që u dash 26 vite, 25 vite konkretisht në prit për me ndodhë një hap i tillë. E konsideroj, prandaj po them që prokuroria do duhet me ndjek intensitetin më shumë të institucioneve të sigurisë, në këtë rast AKI-së e policisë, sepse po të kishte më shumë vullnet. Pra, një arrestim i tillë do duhet ndodhte shumë herët, sepse gjithë e dim kush është Fatmir Sheholli. E fatkeqësia është që ka ende Sheholla tjerë, megjithëse damet munden me qenë ndoshta më të vogla, më të mëdha, nuk jam unë personi kompetent me e përcaktuar, mirë po me këtë po du me thonë që realisht më shumë se kur qeveria e Kosovës ka punu konkretisht me hapa konkret në këtë drejtim. A është maksimumi? Që unë po të jap një shembull. Një organ që e mbikëqyr qysh po përhapët dezinformata mes tjera, kështu me qenë KPM-ja. Pse keni lënë KPM-n pa bardh një kohë të gjatë? Prandaj, me u ndërlidhe dhe me pjesën që e tha deputetja Musliu,
seriozitetin në nxjerrjen e ligjeve, një nguti, mos harrojmë kuvendi i Kosovës pra që një vit e gjysmë gati ka qenë jashtë funksionit. Pse? Për shkak të inateve të juja politike gane, dhe keni dashur vazhdimisht procesës zgjedhore, tu i ditë rezultatet, po doni prap një proces tillë që prap i dim rezultatet që realisht nuk kanë. Ose viktima në fitusit nuk i shkon. Unë nuk ndërpreva asnjë organet. Jo, po nuk më të lanë se ti të jetu i dezinformuar. Sot po flasim për dezinformimin dhe unë nuk lejoj në studio ku jam, unë nuk lejoj kur është ti ma kundër dezinformimit me dezinformu. Unë dëgjova, unë dëgjoj, po me dezinformu. Këto shkruajta seriozitetin. Jo, me dezinformu. Nxjerrjen e ligjeve cilën e the. Viktima nuk të shkon. Ata shumë durim me dëgjuar një deklaratë me cilën unë supajtova. Unë hitë s'përzit nga pajtojshme, unë foli veç me faktë unë po thëmë supajtova me deklaratën. Dezinformat është, edhe nuk të shkon viktima se je fitus. Dakor. A bën unë me pyet, falë veç pak Ermal, me inkuadru Ermali para... Me sqaru ato që Gzoni po e shpërfaq këtu e që unë po mendoj që është një alarm për shtetin e Kosovës. Në rast se pas kemi pas agente AKI-s, agente policisë të cilët kanë nisë më marrë intensivisht me dezinformimin, dhe pas kanë qu dosjen prokurori për me arrestu njerëz të cilët kanë shpërnda informacione, të cilat e dim që nuk binë në domenin e veprave penale, për shkak se duhet me kuptu që dezinformimi nuk është vepër penale, po është në domenin e shfifjes dhe të fyrës, atëherë na pas këm pak një problem të madh me lirinë e shprehjes dhe me nivelin e vlerave demokratike në këtë vend. Pra në rast se jemi të fol për një plan operativ të qeverisë për me binda AKI-n dhe policinë me mbledh prova gjëja ndaj dezinformuesve, të cilët i përdorin mekanizmat ligjor të lirisë së shprehjes për me po këtë punë, kjo për neve është problematike. Tash, në rast se na po e shndrojmë tash këtë element, sepse duhet me kuptu, prokurori është filtri i pari i shtetit që e mbron demokracinë. Në rast se pas kemi polic, që pas kanë qu dosje, dhe pas kanë thonë, duhet me arrestu njerëz pse kanë folë në televizion. Atëherë unë po mendoj që prokurori pas ka punë. Nuk e generalizova në asnjë moment, veç sa për shkak sepse e përmenda një rast konkret. Jo, e përmenda një rast konkret, i cili njihet edhe për spionazh, por edhe për dezinformim. Jo, është shumë e rëndësishme. Sepse këto dyja megjithatë janë të lidhuna besoj. Spionazhi dhe përdorimi i mjeteve të spionazhit për me shkaktu pastaj dezinformimin në diçka tjetër. Prandaj po them. Mirë po. Megjithatë procesi shumë ngusht lidhur nga dosje të tjera dhe materiale të tjera të cilat flajnë prokurorinë e shtetit dhe të cilat nuk janë hetu. Për çfarë arsye nuk kisha lënë dhe nuk kisha dashur që në debat i tillë nuk shndru në një akuzë gjoja tash prokuroria se është u arrestu këta që shpërndajnë dezinformata sepse na i kishim arrestuar gjithë. Është normale. Secili pushtet totalitar në Ballkan, gazetar do në mi arrestu, do në mi qunë burg. Këto e dim gjithë, edhe në Serbi, edhe në Shqipni, edhe në Malzi, edhe në Kosovë, heq nuk i shkon problem gazetar më arrestu. Po është prokuroria, e cila duhet me qenë filtri i parë, e pastaj është edhe gjykata e cila ishtë dashur mi stopu këto gjëra. Pra, unë nuk po du me leju që në çdo debat gjëja mu glorifiku një punë e policisë të cilën unë nuk e di që e kam bo. Unë nuk di. Në rast se po flasim për planet operative të UDBA-s, të BIA-s, për me ndërhy në integritetin e informacionit në Kosovë, që janë disa njerëz të arrestuar në vendin tonë, kjo është tjetër sa. Mirë po jo me thjesht me generalizu në situatat të tilla që gjoja policia e Kosovës pas ka mbledh shumë dosje. Nuk e generalizova, përkundrazi e konkretizova. Përmenda një emër dhe një mbiemër. Pra nuk ishte kjo kështu që po e them për një mos të pa konkretizuar. Vetëm ta kemi parasysh që në publik e përmenda me emër me mbiemër një person që ka qenë shumë i njohur. Situatat të tilla, nëse ne themi që për dezinformimin, thash se në kanë ngecë prokuroria në trajtimin për shembull të personazheve të tilla që kanë qenë kaq historikisht njohuna, dhe është dashur 26 vjet me u bind një prokuror për me çu. Nuk është dashur me u bind 26, jo, është e pavërtet. Një prokuror është bind për 3 minuta për atë punë. Në momentin që u zbulu plani operativ, në momentin që u zbulu provat, prokurori ka lëshuar urdhënesat me hetu këtë rast. Po. Normalisht është shumë e qartë. Prandaj kush e pra. Mirë, me inkuadru Ermalin, falni Krishnik edhe Egzon. Ermal, a ka shans me pas na konsensus shoqëror me u bë çto reforma ligjore? Je herën e parë deputet, në media ke qenë prezent, a kemi na mundësi me u pajtu për çka është dezinformim me qëta njerëz që kemi në parlament për reformë ligjore mas pari?
Për sa kompane dhe i tash, prej përvojës time si deputet nuk kam një shpresë madhe. Nuk po shoh shpresë sepse këtu polarizimi edhe qasja ndaj manipulimit ka hyrë aq thellë në shpirt të politikanëve, edhe është shumë e vështirë, e kishte me qenë për mu arritën shumë e madhe nëse mujna mu ullë gjithë politikanë, nështë ta me i hek kamera, se nështë ta po e kam problemin e votuzve ose demagogjisë, edhe me fillu me bo një farë, po them kështu një farë vllazërim bashkimi, si shprehje, që me i ik pak manipulimeve që i përdorin edhe demagogjisë, se pa e bo na vetë këtë punë, është vështirë me dalë tek shtresa tjetër. E çka sheti si problem në botën e dezinformimit sot që dje po ta përmeni, po edhe krejt bota është përballë me një nivel më të madh. Po ta përmend një shembull që më ndodhi dje vet. Dje gjatë një replike për energjinë, zonja Kusari e pat një fjalim ku për shkak se ka marrë pjesë në procesin e privatizimit Kecit, e tregoi procesin e privatizimit Kecit me fjalë të saj. Edhe unë u çudita pak si e shpjegoj atë proces sepse i dha një farë konteksti pozitiv, spaku jo negativ. Edhe dola në foltore dhe thash për herë të parë që një ministri i qeverisë Kurti po e shpjegon procesin e privatizimit Kecit si ka qenë. 30 milion euro shitja, pastaj 300 milion investimi, e përsërita komplet çka tha zonja Kusari me një farë çudie. Pas me e dul zonja Rizvanolli e dha një fjalim populist shumë tult, edhe e muri prejti, e kishte prej në rrjetet e saj sociale, fjalimin tem, e qiti në rrjetet sociale thuti se e kom thonon, edhe replika e saj e fuqishme kundër meje, edhe me ofendime ndaj meje, me një retorik thuti se unë e kom thonë. Tash teknikisht i bike që ajo po e kritikon ministrin e vet. Në realiteti dhe e vërteta, është që replika ishte mes unë vetëm e citojsha, edhe ajo e din çka kom thonën e. Po mënyra se si e manipuloj situatën, një ministër që është e shkollume, në mënyrë aq të ulët. Sepse këto janë live. Pse e ki kaq vështirë në gabim? Pse përfundoj? Duhet me thonë që deklarata jote megjithatë ke gabim. Na mujna me ime pas sot e kia deklaratë. Publike është. Ti the, po. Unë e citova, vetë të përfundoj. Sa apo që ndëgjova Samir se ti i dhe parzit, ti ta fjalë që po i thua soj ti s'më për veti. Ermani s'ka folë. Egzon, kime pas mundësin me ta dhonë fjallën. Vazhdo. Që kjo për mua është esenca. Kur një ministër manipulon me premjet videove, qysh po presim na me ndalë dezinformimin të qytetarët të cilët nuk janë pjesë e politikës. Unë nuk e di si ka ndodhur procesi i privatizimit Kecit. Unë e citova ministrin para meje. Bile nuk i dhash as kontekst, thash so interesant që për herë parë ndëgjova këtë fjali. Ministra e ka prej. Paramendoj deri ku kam rri niveli i manipulimit, që ministra e pre një fjalim temin, në sekonda, ku nuk vrehet pjesa përpara dhe mrapa, dhe fillon me një retorik demagogjie, me një retorik që kanë bu këta na kanë re, edhe ofendimet pastaj që ti merë pri popullit, linqimet, si person, janë ushqim pastaj. Janë pastaj, edhe ajo kështë e marë mira lojka për këtë punë. Apo kupton, sepse tash ajo mbetet e vërteta në publik mbetet që unë e kam thonë, por e vërteta absolute është që unë e kam citu ministrën e vetë. Proces verbalet ku vend. Unë e mendoj, pa u definu kë proces, pa u ullë na vetë, mes vete, pa të keq që kam bëjë zonit edhe piganis, unë i kam kundërshtar politik. Edhe e din si sile me tanë ku vend, edhe e din si qëfar mendoj. Edhe din që ka mendu në kalumen. Po pa ullë na vetë me thonë, kolegë të dashën, apo i lojna qëto manipulimet me premjet vidve, hajde një herë s'paku të rujna një farë profesionalizmi, sepse neve na kanë votu njerëzit me shku me punu, jo me manipulu. Neve na kanë votu njerëz me i bartë ligjet, ata kanë thonë, unë jom doktor, ekonomist, inxhinier, kamarier, kudi, unë nuk muj mu marrë me ligje, që ku i kiti votën, rogën, kushtet, respektin, shka puna për shtet. Besimin. Bitë gjitha. Kjo është çka na kena, dhe na kena shku votën, ja u kena lyp vetë. Na nuk i kena thonë atyne... Ndoshi votëm, ndoshi jo. Të lutna lem të të përfatsajit, të lutna lem të të përfatsajit. Ama mundësin. Se e kam një rogë, na pagum 2.000 euro në mujtë. Jo me manipulu, me punu. Ja ta shoni. Okej, egzakt. Me qenë se kam qenë edhe vetë prezent në atë seancë dhe konsiderej që nuk është ndodhë ka njerë edhe me jep një deklaratë që nështë ta nuk e ke matë sakt, po nuk është realisht si tema jo që the në fjalim Ermali. Çka po menon ti që ka thonë Ermali? Çka po menon ti që ka thonë Ermali? Është letë e verifikueshme, sepse është publike me gjithatë seancë,
Ermali e përmend një argument që do të më në fund dikush prej juve, në këtë rast prej qeverisë, po e pranën që privatizimi përveç që është bo për 26 milion, i kemi përfitu, the, konkretisht dhe 300 milion. Si kemi përfitu se se di e gëzën. Amo deklarove kështu. Moza ka qenë pjesë asë, unë në kujtisë ju bëvë Artania këri që ka tha, është një ndër manipulimet më të mëdha tha që është bo historikisht për çështjen e privatizimit të Kecit, është që është tonë se edhe 300 milion euro ka premua jo ministrën. Po të lutëm, po te deklarove Ermal. Unë deklarova fjalët e ministrës, e gëzën. E çka tha ministri? Ministja foli për procesin e privatizimit. Sa dikush e pranoi që është Mimoz akusari. Krisht. Ju referut saktë o e gëzën. Institut. Ju that edhe unë pranuar që edhe 300 milion euro. Po nëse kjo është çështje tjetër. A bën më kthy, po du Arbes nuk e di procesin e privatizimit Kecit. Në fakt ka aspekti i fotografive, ju jeni ndër politikon më atakume me video fotografi të manipuluara në monitorimin që i bojmë na lojme. Sakt dhe dua t'ju falenderoj dhe t'i përshëndes gjithë ata gazetarë që merren me demantimin aty në lajme. Vërtet nëse dikush ka bërë diçka në këtë vend, në këtë Kosovë, të mirë janë pikërisht ata dhe unë du me i falenderu dhe me i inkuraju me usmonal. Qysh i kanë Dhe çka po them? Qysh i kanë adresu që to manipulimet e juja, që ka ndodhë masi që ka ndodhë? Dy gjona deshta me thonë që u thanë këtu në këtë tavolinë. E para, e përmeni unë burë që është arrestu Fatmir Shahullin. Një tem një kafe kur me Fatmir Shahullin pise kam, në për evente kokteja bashkë që na shku në për ambasada, në për ka ra me taku, po kur njëherë s'kam shkëmby në biseda diçka me to, e kum njoft prej distancës, me figurë me zo, sepse kena pas të ekspozun televizionet Kosovës për dhe. Dhe çka po du me thonë, unë nuk e shëm burje arrestimin e Fatmir Shahullit. Fatmir Shahulli është ditë me emrin, u dal vetë televizore, ka pranu, ka unë jam që kjo ka qenë veprimtaria ime, kështu. Dhe një njeri që del shpërfaqet vetë, tregon kush është, ajmo nuk përban rrezik, ti monitoroje. Bile për kundrazi, aj sistemit mundet me ndihmu se aj një njeri që është mësu me gjatu, dhe të pak lutëm. Unë s'kam qenë pjesë e shikut. Nuk jetë të full me përfaqësues të shikut, jetë të full për kuvendin e Kosovës, edhe për parti politike fullum dejnë me nxesë shikun, mos ma përmen jam shumë krenare, që antarë të shikut i kam pjesë Partisë Demokratike. Pra ndaj thash kështu që mëse merë kash personale nëse si e konë të se për të këja njëtë, e ka pranu publikisht ka qenë... Unë jam shumë krenare, që Kadri Veseli ka qenë shef i shikut. Edhe të gjithë tjerë që kanë qenë aty. Dërso, saj përket Fatmir Shahullit... Shahulli është problem. Jo, po hiqas nuk më interesën bre që ka qenë Shahullit. Mu më interesën që Shahullit... Mu më interesën... Sepse janë subjekte politike që qeverisin dhe marrë vendime për jetën e tyne. Mu më interesën që Shahullit ka pranu publikisht kush është. Dhe shteti e ka për detyrë, duke ke zbuluti, a i vetë të deklaru, shteti e ka për detyrë me e monitoru. Saj përket Shahullit. Po, normal, edhe e ka arrestu, se ke arrestu ti, prokuroria ka arrestu. Se ke arrestu ti. Se ke arrestu ti. A, do më thonë ju i kontrolloni prokurorinë e gjykata. Jo. Kështu për del, do më thonë. Jo, po, se vetë sa po e the, e pranove me gujën kushtet dhe janë hek këto barjerat. Me gujën tonë e pranove. Kush e ka arrestu Shahullit? Në të kaluarën e kanë amnistu. Trego, kush e ka arrestu? Kush e ka arrestu? Pse pi përmen Albin Kurti? Deni kush e arreston? Pse pi përmen Albin Kurti? Momentin e arrestimit mos harrojmë ka qenë i shoqëruar me një personazh tjetër të Partisë Demokratike. Kush e ka arrestu? Me një ish deputet të Partisë Demokratike. Është general i ushtrisë qërimtare të Kosovës. A bon me full për strategjin për te Shahullit? Bravo, pikërisht po du me dalë të dezinformimi. Po du me u pajtu me Ermalin këtë rast, që tha nuk kam shpresë që muj me u spektri politik ose deputet e kuvendit munden me unifiku për me bo ma të mirën të mundshme me kunder dezinformimit. Qepse jeta gjara. Ju e dini se e keni demantu ju pikrish këta të Kallëzo.comit për çka i falenderova dhe përshëndeta punën e tyne. Pjesëmarrja jam në protestën e PSD-s. Dalun, dhe më thonë, në protest, kur është arrestu, jo po kur është denu Sali Mustafa Cali. Protesta ka qenë jo në emrin të moto e protestës. Protesta është bë nga PSD-ja. PSD-ja ju e dini që ka qenë pjesë e lëvizjes vetëvendosje. Ma herët jo ndo, ata kanë subjektin e vetë, ta kanë vetë, nderi këtu jemi gjithë shka në regull.
A pajtona unë me PSD-n gjithmonë? Ja, kur hiq. A pajtona unë me PSD-n kur ata dalin në mbrojtje të vlerat luftës shqiptare? Po. Nesër le të organizojnë këta protest. A i kena kundërshtar politike dhe jena shumë kundërshtar. Edhe me 10 postime kanë thonë që... Prandaj. Dhe unë do të dalë protest me ta. Qa kanë bo këta, antari këtyne, që këta në vend që me u distancu prej tina, këta shpërndajnë fabrikimin e tina, dezinformatë, e meraj, baneri që ka qenë jo në emrin tim, e kanë qitë, kush është kunder gjykatës, është kunder zdisqka Republikës Kosovës, edhe kanë shpërnda. Ata votus të tyne, që ja kanë shpërla trunin, adin ti që jo me qindra, po me mira e kanë shpërdon, kanë linquem, kanë persekutuun, që unë e kum pas gudzimin dhe kurrizin, mi thonë jo gjykatës speciale, dhe ti e dem shumë mirë. Dhe kjo është vetëm një fakt. Këta në vend që me u distancu nga veprimi Luan Kacaferit, çka bojnë këta e marrin e shtin listë për deputet. Dhe si qifti Luanit, të ki plot parlamentin. Në mes të salës i ki plot me shok dashamir të Luan Kacaferit. Dhe prandaj pajtona me këtë zotrin që thëtë s'ka shpresë. Shumë respekt për ty, sinqerisht, po e thëmë publikisht, për që nevojë se ku bo për ty. Dini tëz, jo, për vendin. Që e ke refuzu atëherë votimin e gjykatës speciale. Njëtë që ti është dash me vepru dhe subjektë jëtë, po që fatkeqësisht nuk ka vepru. Qa ka vepru subjektë jëtë? Uj, ka dali jashtë, s'ka gudzumi që i votën kundër. Dakor. A shko mere proces të bolin që E ka kundërshtu në se cilën fjallë, se cilit deputet levizit në vendosë. E din shumë mirë gane, po ti nuk po bosh korrekte se jonë me pranut. Ti korrekt. Unë ta pranoj se ti ke votu shumë që është dash. Jo, valla ka pavim ju bashkanit Luan Kacaferit. Po ju e dini që kush e ka kërku votimin, nuk po du mi përmend me emra për shkak që s'kanë mundësi me unë vjen shumë keq që ty bashkë ty nuk dosh me të pru me mbrojtjet kauz. E din shumë mirë pse. T'lutëm gane. Nuk mund është ti me mbrojtjet kauz. Çështja, prandaj, na e thamë fillim, e tha dhe Ermali e tha e përsërit edhe ti. Do të ishte mirë që ku gjejmë pikat përbashkëta me u pajtu bre. Çka, me Luan Kacaferin? Po jo bre. Unë tentova mu pajtu me ty ti dhe ja s'ki nevojë. Jo, s'ki nevojë. Vetë bjen kundërshtim e nisë fjalën të thonë që duhet me gjet përbashkët. Jo, se kum bo për ty. Momentin që unë e gjej, po s'thom që e ke bo për mua. Prandaj s'ki nevojë ti me komplimentu në atë pikë. Na është dash po pajtona me gjet momente në të cilat bashkohemi. Kur, si sa që çudore me votu ligjin për shtetësi. A peshe, që domethënë të qasin se kitë të tillë. Pse? Sepse unë edhe kur po përpiqem me thoni qasje të tillë, ti automatikisht ti po dezinformon, sa dietë. Që veç lem ta përfundoj apo du me thonë se as po mgon, po reagon, po thu me njerë jos, hiq. Veç po du me thonë që... Jeti mu merë me gjona që... Për shembull, Ekzon Kosova duhet me bo strategji kundër dezinformimit, quhet FIMI. Kjo strategji inicohet edhe për parlamentit, ju e keni shumicën, pse so inicu 5 vjet, e di që s'ke qenë 5 vjet deputet, po pse so inicu? Një strategji e tillë duhet sa më parë të miratohet dhe për këtë jam i bindun që është duke u punu dhe do të konkretizohet shumë shpejt me iniciative në ministrive kompetente, por çka po du me thonë sa përket kësaj pike është që në lidhje me çto raporte, sot na e shohim që normalisht edhe Kosova, po prej këtij fenomeni po vun realisht krejt Evropa e madje edhe bota, për shkak që zhvillimi shumë jashtëzakonisht i madh i inteligjencës artificiale e ka përshpejtuar jashtëzakonisht shumë edhe numrin e lajmeve treme, shpifjeve, dezinformimit që mundet më u bë, sidomos në platformat online. Por hapat që prapë po them kjo qeverisja i ka ndjek, kur ka fol kryeministri i vendit para 3 vjetëve për raporte të tilla, për rreziqe të tilla, kemi pas deklarata të krerëve opozitarë që këto janë paranoja, po donë mi sulmu mediat, por sot ka raporte që evidentojnë dhe dëshmojnë, që që ka thonë edhe Kreshniku, edhe vetë që çantat kanë ardhur prej diku me qëllime të caktuara. Kështu që me thonë para 3 vjetëve Albin Kurti një deklaratë tillë, i kishin bërë në qafë, i kishin thonë paranojak, por janë realitete cilat janë dëshmuar tashmë. Edhe nuk kanë ndodhur veç në Kosovë. Veç duhet me kuptu që edhe Kreshniku para hiç më pak se para publikimit të këtij raporti e ka publikuar një element tjetër, që burimi kryesor i fushatës dehumanizuese në zgjedhjet e 2025-s në shkurt kanë qenë lëvizja vetëvendosje. Dhe kemi thonë shumë qartë që 47 raste PZAP-ja
dhe Gjykata Supreme ka konstatu që vetëvendosja në fushat ka përdorur gjuhë jo proporcionale me fushatën zgjedhore. Dhe këto materiale që ju vetë i keni prodhu, që janë ato mesazhet, mizat, bubat, e tjerë, vazhdojnë me që në faqen e vetëvendosjes. Dhe kjo është problemi. Problemi është që... E çka lidhe dehumanizimi me dezinformim ka zona veç Krishnik? Krejt spektri politik... Dehumanizimi e dezinformimi. Nën kupton që është njëna prej teknikave për me sulmu kundërshtarin politik me metoda jo proporcionale. Që nën kupton me e shpall jo njeri. Është njëna prej teknika më të avancume. E para është rrana, pra thut pa vërteta, e dyta është shpikja, shpif senet të treta, dhe tjetra është fyrja e ofendon, dhe e katërta e shpall e krahason me kafshën, ose e shpall tradhtar, ose e shpall jo legjitim. Dhe kjo është problemi që tash na e kena në krejt spektrin politik vendit tonë, ku na përpos sulmeve për jashtë që i kemi, dhe ajo që ka shumë rëndësi, raportet tona konstatojnë sulme për jashtë, të cilat janë problematike, jo për fushatat zgjedhore të brendshme, jo për këtë diskursin e brendshëm politik, po janë rrezik për sigurinë nacionale, dhe e dyta është ky dezinformimi i brendshëm i cili zhvillohet në raport me partitë politike. Dhe problemi është që na ende nuk kemi, kisha me thonë, një standard as mrena partive politike, që njerëzit thjesht me nis me e pastru gjuhën e vetë. Mos me u shëndru në burimet të dezinformimit. Pra njerëzit me pas standarde. Asnjë parti politike në Kosovë nuk e ka asnjë njeri të disiplinum pse e ka shpërndarë një rrem. Pra nuk kemi situata të tilla. Asnjë individ i partive politike nuk është nxjerr para përgjegjësisë pse ti e ke sulmu një kundërshtar politik, pse ti e ke sulmu një gru kandidate me dezinformat, e cila realisht nuk ishtë dashur dhe nuk i bën erë asnjë parti. Ermal. Unë mendoj që këtu do të më ços në dy aspekte këtij problemi. E para është që politikanë në Kosovë për shkak të zgjedhjeve të shpeshta luftojnë e bëjnë edhe atë luftën e vet politike. Edhe kjo nuk po i lejon ndoshta ata që ta kenë fokusin në sukses, po kryesisht ta kenë fokusin në ankesë. Edhe si luftë politike në Kosovë gjithmonë përdoret faji, viktimizimi, ankesa dhe çapo di. Tash për shkak se zgjedhjet po shpeshtohen, gjithkohën politikani është në mood, si me thonë, në disponim të zgjedhjeve edhe të demagogjisë, sepse këtu politika e ka marrë çet aspekt. Politika nuk është demagogji, politika nuk është jo besim, politika pikërisht është besim. Në soza normale, me bo politikë është me pas besim, se na nuk kemi kontratat në nëshkrume me një tjetri, na nuk unë kur i thëm një fjallë egzonit... Vetëm kontratë e ki me poplin, dhe nëse te aty nuk do të shpërkoj besuar. Jem pozit luftarake gjithë? E ti tonë kohën për jem pozit luftarake, sepse zgjedhjet po janë shpesh. Tash unë e kum prit, s'paku në atë kohë, kum pas një shpresë që nëse një parti politike... E mos shpesh zgjedhje, s'kishe qenë deputet ti, s'kishin folë me ty. Po s'është më rëndësishme, unë s'jam puni funit edhe çaq rëndësishëm sa i shkon shteti, po unë po mendoj që kur ki çka me fol, kur ki gjana të suksesshme me i fol, edhe këtu po them një pjesë të madhe po e quajt fajt normal të qeveria, po edhe të opozita, ne do të me fol për suksese, jo për ankesa. Ne s'kishim pas kohë me manipulu, nëse na kishim fol për punë që i kemi kry. Nëse gardë mes neve i shkon me thonë qeveria, na e kena bo këtë, edhe ne si opozit kemi thonë po për ne e kemi kry këtë punë, unë mendoj që s'kish pas pastaj kohë edhe mundësi që na me luftu me njënitet me ofendime, me linqime, me dezinformata. Po du me të pyet ty se je një standard po e zoj miri, e ki track recordin apo 0 e ki kilometrajën në parlament, a muj me prit që partit filloj me disiplinu vetë njerëzit që rajnë, apo është diçka e papritshme? A menon që duhet me fillu disiplinimi i brendshëm nëse përhap dezinformat? Jo mendoj, po e kisha obligu se cilin i kisha lut, se cilin lider partijak, pastaj i kisha obligu, pastaj i kisha kërku edhe organet e partisë, edhe pjo premtoj që qatë sa kam fuqin, LDK kom mundu me bo këtë punë. Une e kom bo para votuzve të mi, me gjitha ta jem një për antarëve matri, jem antari marin grupin parlamentari, kam ato vota që i kam përse të jam falenderus. Po në mendoj se cili kryetari partisë ishtë dashtë publikisht me dalë edhe me i lut votus të vetë, me i lut, edhe pastaj edhe me kërkupi tyne, edhe me i disiplinu, me një varë mënyre, që me i ndalin qimet, me i ndal ofendimet, edhe me i ndal... Po thu që ti ki lut elektoratin tënë me e sulmu dikana? Ja, kundër ta. Kundër ta, mos me sulmu.
mos me sulmu. E Mos me ki sulmu, shkru me po. publikisht që i Mos këmë me thonë, mos nuk po du mu bo si ata. Nuk po du, nuk e pranoj një person, nuk ka në profil temin me ofendu njerëz të tjerë dhe i fshi, mundohna maksimalisht me i fshi komentet që janë ofenduese ndaj kundërshtarëve të mi politik. Sepse mendoj që lufta politike bëhet me sukses, bëhet me pozitivitet dhe ne sot kemi mundësi që me e kritiku qeverin për punën 6 vjeçare me suaza normale. Mirë, tash po du me dal prej kësaj te një debat i sulmeve që kemi prej jashtë. Ulëmtimit tona kallëzojnë që Kremlini është ushti shumë pare me përkthy lajme Shqip edhe përmes mediave të Shqipnis, edhe të Kosovë ma shumë për Shqipnis dhe Sërbis, në sërbisht për popullatën sërbe këtu, përmes Shqipnis po mundet me i adresu lajmet propagandat e veta në Kosovë. Nëse duhet nëse kjo është diçka që është evidentu, çka mundet me bu Kosova, mas pari po nisi piteje, për me adresu lajmin propagandën edhe pare që po shtihen nga jashtë. Po të pys mas shumë ti sepse merresh me teknologji, e Rusia është e bu këtë edhe me teknologji. A qysh duhet me i dal ballë që ti sulmi nga jashtë, jo njëni tjetrit, po prej jashtë? Me teknologji është bukur e vështirë, se shumica platformave janë distribuume aq mirë, sa që është shumë vështirë me i ndalë, edhe shumë vështirë me i kontrollu me një diçka që është e centralizume. Me i ndalë fake newsin në TikTok edhe në Twitter nuk po mujnë as shtetet shumë as zhvillume se na, se çfarë probleme kemi ne. Ka tepër fake news aty. Në Facebook është pak ma let minal, është pak ma i kontrollueshëm, në YouTube edhe ma let minal. Po në TikTok, në Twitter është shumë, ata krenohen edhe është drejtë me u krenu me atë që në platformat hapuna edhe demokratike në aspekte. Po Ermal, po ata janë të bo strategji që është mi eduku qytetar, atë do është me mos me i besu. Të ne që ka ishtë dash pikës pari me investu shumë, si shtet, si shoqni, është edukimi qytetarëve ndaj fake newsit. Nuk është i letë, sepse ti ki sot profile, ka qeni profil Jona Qitaku, për shembull që në mënyrë aq perfekte e bën fake newsin edhe manipulimin, aq mije se shën, për shembull, ajo ka bo, jo be përdu me pronunës është fake news shumë i rrezikshëm, është profil shumë i rrezikshëm se ka shumë të tillë. Ajo për shembull e bën një ngritje një madhërim të personave të dashun të Kosovës, ku di për sportistat tonë që i kemë fantastik, për këngëtar, edhe pastaj ashtu i me 30-40.000 followera, për një moment caktuar me bën një goditje ndaj një partije. Ose ndaj personi. Je tu fol për dikon të vërtet? Po, jo, Jona Qitaku, pastaj është zbulu që ka qenë unë nuk jam i sigur se po sa di unë është zbulu që ka qenë një person i vushtres, një mashkull, është zbulu gjatë inqizimit me kamerë që e ka bu në me një event të vetë vendosës, po nuk jam 100% i sigur, për që ta s'pëdu mi marë pa vërtu të fjallët. Kështu ka qenë një kësi Jona Qitaku, pastaj ju kam shel, llogaria me 30-40.000 followera, po thuhet në bazë të disa gazetarëve që ka qenë një profil i një mësuesit në vushtre. Na jemi të pa 10 postime të tjera që faqe që i menaxhon prej jashtë Kosovës, janë lajme për Kosovën. A kina ide, Krashnik, qysh duhet mi adresu qëto sulme prej jashtë? Elementi i parë që duhet me kuptu në luftimin modern të dezinformimit, nuk është më vetëm media literacy ose edukimi medial i qytetarëve. Për shkak se ti edukon qytetarin, mos lexoj informacione në këto burime, mirë po ai ka nevojë me lexu informacion. Dhe në momentin kur ka mungesë të informacionit, ai ka me lexu dhe informacionin jo të plot. Pse po e them ka mungesë? Mediat në Kosovë, të cilat janë të shku drejt varfërimit, për shkak se në publik ka një perceptim që mediat në Kosovë janë shumë të financuar, ka shumë parë etj. Jo. Gjitha raportet njëme na tregojnë që mediat kredibile, mediat e pavarura që të vend, gazetarët e mirë, janë duke shku drejt varfrimit. Dhe kjo i ka disa faktorë. Dhe shtetet si Kosova, që kanë numër të vogël të banorëve, kanë ndërhyjme mekanizma proaktiv që kanë shpërnda mjete për me financu prodhimin e materialeve të cilat janë të bazuar në fakte. Na jep do shembull. Për shembull Slovenia është duke ndërtuar një fushat të gjarë të financimit të mediave lokale për shkak se ata kanë vrejt që kapaciteti i mediave në Sloveni, mediave lokale, për me prodhu informacion i cili lidhet me Slovenin, po dhe informacion i cili lidhet me botën është shumë i vogël dhe nuk mrin me prodhu në gjuhën slovene. Çka ndodh tash këtu? Mediat në Kosovë, ne po e krijojmë një pasqyrë që kanë bo studio të mira, elemente të tjera. Mirë po numri i gazetarëve në terren ka ra. Kur unë në 2007 në kom nis punë, në PEI kanë qenë minimalisht 20 korrespondent.
Sot nuk e dia ekziston një gazetar në Pej i cili punon për mediat qendrore. Se cila gazete ka pas 1-2 korrespondent. Numri i gazetarëve në terren ka ra. Numri i gazetarëve të mediave të Kosovës në rajon ka ra. Për shembull, ne nuk kemi korrespondent, mediat kryesore të Kosovës korrespondent në Beograd. Dhe raportojnë çdo ditë minimalisht 10 lajme për Beogradin. Çka po ndodh atje. Dhe kjo e tregon që tash nevoja e mediave në Kosovë. Mos prezenca e gazetarit në dezinformim. Çka duhet me kuptu? Nevoja e mediave për me marrë informacion është e madhe sepse publiku është i kërku. Dhe tash në këto situata media ekspozohet para burimeve të mundshme të dezinformimit. Mediat e mëdhaja, mediat kredibile rezistojnë. Mirë po çka ndodh? Krijohen këto proxy, këto të vogla, të cilat nuk e kanë problem. Këto vetëm marrin. Dhe tash në këto momentet kur këto vetëm marrin, neve na vjen problemi esencial. Ne po e konstatojmë që mesatarisht mediat ruse, që janë Russian Today dhe mediat e tjera, përkthejnë 7.5 lajme në ditë në gjuhën shqipe. Që nuk kupton tash. Këto i vjen që janë një 10% e lajmeve që i riprodhojnë tash to faqet që janë që përfitojnë për Facebookut, TikTokut e tjera e tjera. Dhe kjo neve na bën me rreziku shumë prej dezinformimit. Pse është kjo e rëndësishme me u kuptu? Për shkak se publiku është mbush me një narrativ që mediat në Kosovë janë shumë të pasura, janë milioner, përfitohet shumë. Kjo është e pavërtet. E dyta, shteti Mirë, po çfarë arsyton ti nëse kemi shumë media? Megjithatë, për numër banori nuk është keq kjo, po për numër publiku po beson që ashtu se për numër banori kemi shumë media. Adresimi i këtij problemi është bukur esencial. Kemi shumë media, po kemi një lajm, i cili riçarkullon nëpër këto media dhe është një e vërtet. Pra, nëse na ka ndodhur një incident në Pej, probabiliteti që një gazetar me qenë atje dhe të gjithë të tjerët me marr copy-paste është shumë i madh. Dhe jo veç Kosova, po këtë Ballkani rrezikohet prej copy-paste. Mirë, për me i marrë këto masa, veç po më intereson ti shka menon shkurt përgjigjja, a kush duhet me pas timonin për me adresu dezinformimin? Kuvendja qeveria? Kush duhet me qenë udhëhes? Kushtetuta e vendit, në aspekt me lirinë e shprehjes dhe lirinë e mediave, e bën përgjegjës kuvendin e Kosovës. Për shkak se ja ka dhënë kompetencën me themelu televizionin publik. Edhe nëse i ki kuvendar këtu, çka kishe dosh me papëtën e me bo? Po të paktën të garantohej mundësi financimi për prodhimin e informacioneve bazike në vendin tonë. E dyta, të zhvillohej nivel i lartë i transparencës për financimin dhe burimet e financimit të mediave në vendin tonë, e cila kërkon ndryshime rrënjësore të shumë ligjeve. E treta, shumë e rëndësishme, është të ndërtohet standardi, që të paktën në informacionet zyrtare, të cilat ilshojnë institucionet e vendit, mos të ketë mundësi të prodhimit të informacionit jo të plot, apo informacionit të rram. Pse po e themi këto? Këto po e themi për shkak se ne po gjejmë që në njoftimet publike, në komunikatat për shtyp, ka informacion të pasakt. Ku po e bazoj këto? Në rast se e marrëm dhe shohim një prodhim të cilën e kemi bërë në vitin 2024, kujtoj, ku i kemi pa postimet e kryetarëve të komunave. Në raport me të vërtetën në terren për investimet, ne kemi gjetur që kryetari i komunës ka treguar që i ka ngjit dyrt me një shkollë. Po kur kemi shku, realisht i ka ndru vetëm rrezat e derës. Dhe kjo është informacion një i plot. E kemi renovu shkollën dhe i kemi ndru dyrtarët dhe dyrt, apo e kemi renovu vetëm derën. Qaj, korrespondenti lokal, pikërisht që ta është dosh me bodë dhe në mungesë të korrespondentit lokal, ç'është kanë ndodhur neve? Në momentin kur të bjen borë, kur unë këmë qenë gazetar në 2007, krejt lajmet vishin u bloku rruga. Çka kemi sot lajme kur të bjen borë? Kryetari i komunës në bulldozer, kryetari i komunës në kamionin e borës, kryetari i komunës duke hjek borën, sepse nuk është atje kërkush për me intervistu qytetarin i cili po hjek. Dhe kjo gjë neve na ndodh edhe në raport me shumë prej ngjarjeve të cilat na ndodhin. Qytetarin me telefon, unë të kisha kundërshtuar me thonë qytetari me telefon, i cili e çet videon të rrugës sepret, mos qytetari gazetarin. Kjo tash na lidhet shumë mirë me inteligjencën artificiale dhe me manipulimin. Por shkak se ne kemi promovu shumë gazetarin qytetare, edhe si mediume. Mirë, po tash gazetaria qytetare është shndruar në një rrezik, për shkak se niveli manipulimit mundet me qenë qatë shumë i madh, sa ti në qendër të Prishtinës e vendos një elefant
Dhe ai doket si e vërtet. Okej. Dhe nuk mundesh do të shumë me pas aftësi për me verifiku që është i tillë. Dhe si rrjedhoi tash, mediat kanë nisur edhe me ndërtu standarde, ma nuk po i marrin si të mirëqena as videot të cilat i marrin për qytetarëve. Nëse nuk shkon me e bo vetë atë element. Për këtë arsye menoj që duhet me pas fillimisht një konstatim gjendjes. Mirë. Konstatime, po kemi ganimete, po dihet që na jemi në rrezik për dezinformimin. Këto pyetja çka me bo? E njëna prej propozimeve kogja kontroverse për mua që po jep Kreshniku është diçka që na ju kemi lut juve me hek, që është me i dhënë fonde mediave një kohë, do me thonë mediat kanë marrë fonde për qeverisë, jo për kuvendit, për qeverive, ministrive, në emën të shpalljeve, mershin që ato që shkryshin ma mirë për qatë minister. Për që ato u pat nalë ajo punë. Tash, kolegu jam, po kërkon ko tjera, po thot janë tash këto. Nëse si ju japim mediave pare, s'kan me mujt me na dhanë informat sakt. Qysh i balancon qëto dyja? Ta menon që ka drejt kuvendit? Për debatin. Lej mediat në gjuhën shqipe. Mediat në gjuhën sërbe e kanë të pamundur funksionimin në rast se nuk kanë financim prej fondeve të pavarura së fondeve të shtetit. Pra, është shumë e qartë kjo punë, sepse nuk ka biznesi i cili mundet me financu ekzistimin e të paktën një radio lokale në gjuhën sërbe. Çka na ndodh tash? Pse kjo është rrezik për sigurinë nacionale? Se në momentin kur ata nuk kanë parë, kush ka financu? Qeveria Serbisë. Është shumë e qartë kjo punë. Okej, më intereson zgjidhje, çka menon Galimite që është zgjidhja? Fillimisht Jeta më lejon që të pajtohem me një pjesë të madhe, çka tha, për shkak se sot ka media, ose të ashtu quajtur media, sepse me një smartphone sot për hap një portal, sa për me dezinformu e me shtramu lajmin, po ka mjaftueshëm kapacitet, edhe shikosh me mu ndodhi, se po i bjen keq në ashta që po folin vetën e parë, po janë fakte të cilat duhet me i prezentu. Mu ndodhi, gjatë një seance parlamentar që një deputet fyu një deputete tjetër, dhe më komplet, mediat raportuan që ajo isha unë, me automatizëm. Asnjë media në Kosovë nuk e murë mundin, me më thirë, me më thonë, atë ka thonë qështu, edhe aje konti, sepse unë asë nuk u duksha në pamje, asë gjanë, vetëm gjitha mediat e qëtën lajmin, kështu i tha Shumica, sepse dikur e parandalova, pastaj edhe e ndryshum. E parandalova të dalë publikisht, vetë të fola. Po, se e kishim postu lajmin dhe tash, për me vazhdu dramën, më therën mu edhe më thanë qka me ndonë për këta, tash për qka, pas kanë thirë fond. Masi kanë qitë lajmin. Masi shka i lajmi u shpërndajtë në disa media. Qytetarët mua shpërndajtën edhe ma shumë se mediat, dhe i thash më falë, tash po mu nuk më ka ndodhë kjo. Tha pas këmi gabu, thash, dhe më thonë, ama e drejtu konti me më thirë mu para prakisht, tu e ditë që në fare nuk hezitoj me full për media, dhe më thonë, qka kje këj problem, dhe me ta dhonë informatën e dorës parë, sepse ajo kështë ndodhë në kuvend, edhe me dasht, me shtramu, nuk munësh me shtramu. Dhe më thonë, nuk e ka as kriteri në bazë që të pakten me marë mundin me kontaktu personën. Qështu raportën thë të dekë, ta tranën familjen atje ku e ki, sepse nuk e merë mundin. E dyta, dhe më thonë, e tha vedisimi i qytetarve kunder dezinformimit. Dhe më thonë, kjo është një term që është e vështirë ndoshta me i gjetë, me konkretizu. Unë mendoj që duhet shteti të financoj shumë në ekspertizë, ekspert, dhe ndikojmë ne parandalimin e këtyre. E tash, BE-ja e ka bo një trup veçantë që i analizën që to. Para se me dalë të BE-ja, duke qenë pjesë e kuvendit bukur gjatë, njerë kam qenë nën kryetare e Komisionit Parlamentar për Inteligjencë, pastaj 4 vite kam qenë kryetare për këtij komisioni, e kom pas fatin të marrë pjesë në 3 konferenca, 2 në Kosovë, 1 në Shqipëri, që është për cyber security, kanë qenë konferencat jashtëzakonshme, që fatkeqësisht mo shteti nuk ka financu që ajo traditë me vazhdu dhe me u zgjeru ai panel ose ai diskutim edhe për të jasajna, sepse thash fillim na duhet me shku karshi kohës, karshi kërkesave të kohës. Dhe nuk mbahet ma jo, ka ma shumë se 3-4 vjetë që nuk mbahet fare një konferencë e tillë, sepse nuk ka funde, nuk mbahet as në Shqipëri, as në Kosovë. Dhe për mendimin tim këto është gabim, duhet shteti me pas një buxhet të veçantë, me investu në ekspert të cilët me mosa konkrete pastaj kanë me parandalu. Tani, unë mendoj që të financimi media, që ma bone pyetjen shumë konkrete,
Unë mendoj që duhet hapet një debat publik për këto. Se nëse unë foli sot se si duhet një qasë një mediumi, unë gabaj sot si Ganimete. Se unë nuk i di kërkesat tua sot. Kërkesat tua ndryshojnë prej kërkesat një televizioni tjetër, dhe kur hapet debati publik, ja vjep mundësin dhe platformën të gjitha media, qoftë mediave të shkrume, qoftë mediave televizive, me ardhe dhe me shfaq probleme në rand parë, pastaj edhe kërkesat, edhe propozimet, ti ki me dalë me një platformë e cila... Ju a duken mediat e Kosovës të pasuna? Ndëgjo, nuk më duken mediat e Kosovës të pasuna, më duken individ të pasur, si që ndodhe edhe në politikë, si që ndodhe edhe çdo kontinent. Pse e thamë këto? Nuk muj me thonë që ka mediat të pasura, kur nuk i paguajnë gazetarët. Del gazetari gjithë ditën, fol për drejtat e punëtorëve atje në një punëtori ndërtimtarisë, që me shumë të drejtë fol, që s'pja jep pagën, s'pja jep sigurimin, a në realitet vetë i shkon 6 vjetë të bo praktikë me një medium, nuk është në listë paga shefi në një medium. Dhe kjo është gabim. Duhet me pas ma shumë guxim kur i adresot qeshe, duke fillu nga brenda. E tha ma herët Ermali që duhet flasim me partit, është shumë e vërtet. Nëse mu më vlerësoni që jam e zeshme në kuvendin e Republikës Kosovës, ose edhe në studio televizive, unë me kompetencë të plot, pa modestie tam jam 3 fish ma e zeshme mrena partisë, sepse tu i kontribu në reformimin e partisë, në demokratizimin e partisë, në forcimin e partisë, unë automatikisht kam ndiku pastaj edhe mi ofru këti vendin një qeverit mirëfill. Dhe asnjëherë nuk hezitoj të votoj kundër një vendimit, një propozimi ose një çështje e cila nuk vlerësoj që është e drejtë. Egzon, po e dim që kena problem në dezinformim, a kiti na i propozim qysh me adresu përveç edukimit qytetarve edhe qa menon për propozimin e kontravers, prap të Kreshnikut, me fillu me i dhanë pare medjave që dojnë me luftu dezinformimin. Kjo është këthim të një kohë që na kena thonë, po i nali me ju qeveria ju i ka nalë paret. S'ka me dhanë paret e gazetarës me ministri, që shka qenë. A menon që duhet me këthy qatë mundësi, po me e bo përmes parlamentit, jo ministrive që shdojnë. Pajtona, sepse realisht është problem që mediat e pavarura, tamam të pavarura, pra me pas një jetë gjatësi, me thonë kështu, nëse kanë me qëndru të tila. Absolut, ne kemi pa që qasja që ka qenë të kaluarën, pra nga qeverit para prake që ministrit me nda media, është pikrisht ajo që e thëtë ti, që mandej kemi përfundu në një sistem medial që filan portali ose televizioni e mbështet ministrin, ose ministrin e caktume, ose qeverin e caktume, vetëm për shkak që është e bazume komplet në tyrat që i merë nga një sistemi caktume qeveritar. Si rrjedhoj e kësaj, mendoj që ndërprerja që kjo qeveri e ka bot të kësaj mënyrët financimit ka qenë pozitive. Keni farë avantura të kujtojt me finansu një televizion vetë vendosjes vetë, të inspirum për Edi Rama. Ka shumë subjekte politike në Evropë e në Amerikë. Shumë mirë keni bo që i keni nalë ati ide. A egziston na i debat në parti? Ajo është shumë korrekte kur është e hapur. Konsideroj që qatë që është publike, që është djetë që taman mundet me qeni një subjekti politik. Që unë e përdajab një propozim. Një komision në kuvend që shpërndan një komisioni për BAM edhe për pozitës dhe opozitës, që shpërndan fonde për luftim dezinformimit, ose diçka që është me interes publik, ose mediave lokale. Ka munges, media lokale janë ma të varfna të Kosovë, me ju dhonë për mediave lokale. Fond për luftim të dezinformimit, polipi fond për prodhim të informacionit të sakt. Po që kjo është shumë në rëndësishme në kuptu. Po, njerit kështon ka shumë media që prodhojnë informacion sakt të Kosovës. Shka në kupton informacioni sakt. Që po ta shpjegoj në tema konkrete. Ka tregu nevoj për pare të kërë. Jo që është shumë në rëndësishme. Na për shembull i kemi sot qëndrimet ose artikujt shkencor të cilët lidhen me shëndetësinë. Dhe ne kemi mjek të cilët nuk dinë anglisht. Ku lexojnë ata? Ku kanë mi marrë informacionet e përkthyme në gjuhën shqipe. Pra nuk ka platformë cila përkthen informacion kredibil për shëndetësinë, për kulturën, për zhvillimet ndërkombëtare. Pra, ky fond, këto mjete
nuk përdorën vetëm për me luftu dezinformime, po për me ofru informacion të përdhum A dikush të kështu. Edhe e dyta, pse po e kemi një element të rëndësishëm. Ne po themi jo ndërprej financimi direkt prej qeverisë, po në anën tjetër, reklamimi i sponsorizumi partive politike nuk është ndërprej në media. Dhe këto e konstaton edhe raporti i fundit. Pra, po, ka tentativë që këtë partitë politike me dërgu komunikata në formë të lajmeve dhe ato me dalë si lajme. Dikush i pagun ato. Ka çka do të më Po, deshta me thonë që në realitet shteti pagun media. Është Radio Televizioni e Kosovës. Ashtu? Që është, po, që është televizion publik. A mjafton? Është media publike. Nëse do të kishte menaxhim të mirëfillt, nëse do të lihet punonte i pavarur. Ishte i mjaftueshëm sepse Radio Televizioni i Kosovës e ka televizionin, e ka radion, e ka portalin. Dhe nëse... 4 televizione, jo veç një televizion. Prandaj, unë po folje të paktën gjuhën shqipe. Po tash është mrapa në krahasim me portale tjera. Prandaj po tham, dhe ka punëtor shumë ma shumë se çdo media tjetër në Kosovë. Dhe paguhen punëtorët shumë ma shumë se punëtorët e secilës media në Kosovë. Dhe çka duhet? S'është ashtu mo. Nuk paguhen shumë ma shumë se çdo media në Kosovë. Mesatare kanë. Shumë ma shumë se shumica. Po e zbutës, po thamë të gjitha, po shumica. Sepse ju dini, thashtë edhe njëherë, me një smartphone, me i burek gjithë ditën ngojnë gazetarët i njekin deputet me veç në gjdo mandat ganimete RTK-ja s'ka mujt me boqet. Unë nuk po thamë si tash është keqe atëherë u konë mirë. Gjithë ka qenë pak e varur. Pe atyre që ka qenë. Jeta gjatë. Kur ma e pavarur? Kjo është realitet. Kjo është një realitet i pa kontestuar. Varet që shesheti. Realisht. Nëse, digjo, s'kisha dorë, a di qka, s'po du me hinë që ato, po nëse qaj model, nëse qaj model, nuk ka mundësu, jeta ma dha fjallën. veç dhe qka, nëse qaj model nuk ka mundësu që për shemull me pos shumë korespondent lokal, që me pos lojmet sakta, që s'po mërin televizioni publik me i dal bol nevojës. Generatën tem, edhe do generata pak mas meje, edhe krejt generatat para meje, me vetë kush ka qenë korespondent i Skenderajt për lajmet e përgjithshme ka qenë Sabi Tistu, krejt e din. Pyeti sot, për një tjetër korespondent, asnjë se din. Po, a më kupton? Dhe është, ndëgjo, nuk morim pak pare RTK-ja. RTK-ja kanë probleme në menaxhim. Kanë pas vazhdimisht probleme, pranon që kanë pas vazhdimisht edhe në qeverisit PDK-s. Edhe në qeverisit PDK-s. Kanë pas vazhdimisht probleme, sot kanë probleme ma shumë se çdo herë. Ma shumë. Pik. Okej. Egzon. Se jam Veçën se u përmen televizioni publik. Veçën se u përmen televizioni publik. S'jam këtu me... Po me gjithat e kam pa mundu pa përmen tash disa qështje. Ne dim gjithë se këtu kemi jetu, Radio Televizioni Kosovës ka qenë jo i kapur, po i stër kapur. I mbi ngarkum me edhin ganja shumë mirë, me numër jashtëzakonisht madh punëtorëve. Sa i ka pas? Për një periudhë gjatë krejt parësyshëm. Sa punëtorë, se di sa punëtori ka pas? Teze, hallet, vaj pashtia do. Edhe veç më jap këshyr në emrat listë pagave. Sa punëtor i ka pas? Gane veç, oj, gane 2, folja asni. Jo po dërprej, unë nuk e di. Që po thët, ka pas shumë a shumë. Sa i ka pas, sa i ka, kaq. Se si në orë të me dezinformu. Thuj, i ka pas 50, i ka 20, unë ta jap dorën. Po, i ka pas gane 800. Sa, nuk e di unë, ti kalzëm, se ti po thu ka pas shumë a shumë. Po thonë 800, një televizion publik. Sa i ka ta, në ndërmarje kështu super e zhvillume ka qenë. Po normal, mas pari numri prej 800-ve, edhe që ka prodhën RTK-në të 4 televizionet, të kalzën që është një numër jashtëzakonisht i madhë. Ku e gjej shifrën 800, unë? Po me të thënë që jam shikull si jyti në këtë rast. është problemi e që dezinformimi. Jo, problemi është që në analizën e cila i bëhet, funksionimit normal të një media, fakti që i ka 800 vetë dhe analizohet sasia e prodhimit është gabim, sepse ti mund është me e pas një hulumtim që ti merr 100 njerëz, dhe është një hulumtim i cili del tash. Në rastin që ne po flasim. Jo, mujna shumë let me një gullu, po veç apo du me thonë, të lutëm se më dhe prejtë që 2 herë dhe shumë let me thonë fejtë. Ta merësh në hala e keni shumë i ka, menon që mujnë me e luftu, mujnë me dhani informacion sakt sot. Zgjidhjen më të mirë për këtë qëto probleme që i ka gazetaria edhe kam i pas në tarme, se po e shojmë që është
për një sfidë e re, Trend, një trend i Cila ri që është po zgjidhje? nxorr. Nuk kena me mujtë me qenë hap me kohën sa i përket kësaj çështje, pa pas një reflektim në këtë rast lirish më thonë edhe tek ju si gazetar, duke filluar nga AGK. Shumë pak trajtohen këto çështje në opinion publik nga AGK. E paraqesit S'është vërtet e publikisht. Jo, dëgjoj. Për brenda Unë muj me t'i dhon, unë muj me t'i dhon. Unë muj me t'i dhon. Sot e shohim AGK-n më Ai përcjellni fashën e AGK-s. Po. Ai përcjellni sot trajnimin e mojnë për gazetar, për etik, për raportim cilësor nga gazetar. Vetëse. Po jo, është Vetëse, ma shumë sot AGK-ja po i ngjani subjekti politik opozitar. në çka? Që e paraqet Kosovën, a mendon që Kosova është shteti më autoritar në Ballkan? Jeta gjara. Gjema një gazetar që unë kum shoh se mund ka ka kardzu gjykata kushtetuese si antikushtetues. Ka ta kryqëzojnë më me bom ju thon diçka. Kjo është problem. Ti e din edhe secili shtetar i Republikës e din që nuk ka asnjë qeverisje në Ballkan që sulmohet më shumë nga mediat vendore se sa kjo qeverisje. Kur është sulmu për Nuk ka çfarë? pas asnjëherë. Dgjoj, kritika nuk është sulm. Vjen keq. Po megjithatë, okay, edhe kritikë. Hajde që kritikë pe quajmë. Kritika nuk është sulm. Po them që asnjë vend në Ballkan nuk ka qeveri në Ballkan që e sulmon median e lirë më shumë se lëvizjave të ai gari e të bukur. Jo, me fakte, me argumente. Po, bra, gare, Hajde, po. shëri ulëmtimet. Në Serbi, domethënë, Po. të paktën edhe me Serbinë e kishte krahasu kështu? Nuk ka në Eksakt, Ballkan problemi- qeveri. Mazgane se këto deklarata janë kështu krye kaput veç për pojena politik. Ermal, po du me të pyet Ju e ty, dini a mirë ka që Kosova zgjidhje? ka lirinë më të madhe në jo vetëm në Ballkan, lirisht më vërtet, thonë, e sa e pa përket vërtet, lirisë e media pa në këtë vërtet. aspekt. Çka mendon? Çdo kush që Erbaç. gjunar me ju kritiku juve, me ja shpërfaq një defekt, një keqeverisje, një problem, një aferë, një dyshim, ju e shpallit tratar edhe quani media të Serbisë. Ermal, po du me të pyet për idenë që me dhanë fonde kuvendi mediave lokale, për shembull ma të varfëna, se janë zhdu krejt. A është përmirësu gjendja? A mendon që duhet me ndru sistemi financimit, a jo? Ja, qëre unë i takoj një farë ideologjie, s'paku besoj kështu në treg të lirë edhe besoj mos mu përzi shumë politika kësisane une. Ja, nuk është që i kom qef përzimjet e tilla, sepse menoj që pas ta jepet hapësira për manipulime edhe për keqe. Nuk është që jam kundër idesë së mbrojtjes së informatës, sepse qasja e Krishnikut ishte që me... E folëm pak që shmu mbrojt prej AI-t, a dim se, Jo, sepse veç je... po du me thonë një Kujtoj argument specializuar. për me kuptu. Duhet me kuptu që nuk jemi në treg të lirë. Jemi në disfavor dhe disbalans. Pse? Për shkak se Serbia investon. Po nuk e besoj që është Dhe zgjidhje. investon Mirë me Krishnik, s'është e mundën që investon ma shumë se njerëzit e Kosovës, mediat Kosovës. Nuk ka ma shumë. Po flasim për Njerëzit e audiencën Kosovës në gjuhën investojnë. sërbe. Domthonë Serbia investon Dhe çani fonde problem, shumë të mëdha për prodhimin e informacioneve në gjuhën sërbe për Kosovën. Domethënë, a e shkana po e konstatojmë këto? Që pi të regoj... Ti po Ose- tu, pare veç për media sërbe, e tu thonë edhe për Po shqiptare. pare për mediat sërbe. Tash çka ndodh? Këto Pare mediat s'te edhe për sërbe, lokale. tash duhet me e kuptu, ka nisë me ndërtu dhe redaksit në gjuhën shqipe. Krishnik, a bëjmë Çka na vesh... vën kjo pasoj, Apo i tash diçka është veç- keq E çka element. po diçka- qeveria ose kuvendi me thonë pare që aty në mediave Jo, mos po e mos konstatojmë që në i bëni Ballkan- lajme në gjuhë shqipe. Në Ballkan, merr një shembull, Slovenia Në e Ballkan është problem me funksionu në treg të lirë. Por shkak se krejt rajoni ty të ka rrethu Po, veç- me investime. E unë e Po pajtuna të me vinë- marrin që është probleme dhe me marrë paret politikës. Jo, unë Me po thonë që je flas media dita, pavorën, jo të edhe me marrë politikës. të politikës. Unë paret të buxhetit Kosovës, paret e të drejtave të autorit, Po, nuk i ta shoh si drejtohen paret përmes të politikës, institucioneve politike. sepse keni parasysh edhe mjetet për mediat e pavarura në Kosovë që vijnë prej Bashkimit Evropian. Janë paret e taksa paguzve. Edhe atje ka një vendimare politike për me nda fonde për dezinformime. Do me thënë, BE-ja është të dhanë Pare fonde për me media. ndërtu dezinformime. Çfarë forme? Që tjetër me dhonë Thirrje. beja pare në për vende të si Kosova, tjetër me dhonë një institucion i cili me gjitha ta është institucion politik dhe partijak, që pat ka keq, modele, me që- ndo pare, Krishnik. Në vitin 2025, informata cilën e kemi kriju, ose është kriju me inteligencë artificiale, për herë të parë në histori e ka tej kalu informatën se e keni prodhu ne si njerës. Sot bota e medjave dhe edhe informacionit ka ndru në ekstrem. Sot një person me një shtëpi të vogël, me qasjen internet dhe me një kompjuter, mundet me kriju informacion ma shumë se një CNN dhe se një BBC.
sepse i krijon 1000 agjenta, të cilët e kanë për detyrë me i kriju ka 20.000 lajme, ku ka video, foto, storje, edhe ato 20.000 lajme me u konë gati se pa mundun me u detektu që nuk janë pri njerëzve. Shumë mirë, kallzona që shmu mbrojt, Erman. Prompti, që veç po mënuna me spiku, prompti, dhe më thonë mënyra se si i trajnon ata agjenta, është që ti i thu, se cili agent ka mu act, ka mu sill, si një person, i moshës 40 vjeçare, që është business owner i një biznisit të vogël, i cili bën ka pak gabime gramatikore, i cili ka affiliate, dhe më thonë është pak i ma i qasë shumë ka një partije caktuar politike, edhe i cili e kompleton komplet një gazetare, ndërton ti me një agent, i krijon 1.000 të tillë, të cilët i krijon 20.000 lajme të tilla, edhe ata prodhojnë atë shumë informacion sa që nuk mund edhe një CNN me prodhusa ata, me një shtëpi. Kështu që sot më ju qasnë metoda të tilla që me marr kuvendi i Kosovës, i cili buxhetin e dim sa e ka, edhe me luftu një inteligjencë artificiale që është e pa luftueshme, nuk kena A me pasur. që durta? Jo me që durta. Hajde kallzoma, veç prej Ermanit po dume një naj metodë edhe që to, Pikë pari, zgjidhje. ta këto po t'ingëllon patetike, po unë vërtet mendoj në dashamirësi të njerëzve. Unë vërtet besoj në këtë sen, po duk na pak nashta naiv. Por unë mendoj, sinqerisht mendoj, që nëse... Po ata mujnë mu mashtru, unë besoj në dashamirësi, po mujnë mu mashtru. Jo, jeta, nuk Erman, mujnë mu mashtru. Jo, nuk mujnë mu mashtru, Hajde, por njeri vazhdo. ka pak moral politik edhe moral institucional. Okej. Nëse kryetarët e partive politike, se cilit, nuk po e potencoj, e bojnë thirrje publike gjithkohën, edhe merren që mos me pas linçime, që me pas kontroll ndaj publikimit të lajmeve, që me pas, po këtu mu po mduket që po ndodhe kundërta. Ne kemi njerëz, Ove që këta botat e sen që për mene janë ndikime nga jashtë, që ato që shmu mbrojt Unë jam të e për përjetun tëne. lëkur këtë punë. Unë e edhu një deklarat para kuvendit, para 3 dite. Një deklarat politike, nështë e më kritik ndaj qeverisë, që është normale për një person opozëtar, po pa ofendimën, kur njetën tem nuk thëm Albin Serbia ose Albin kështu se Ramosha, nuk i thëm ato fjalë. Po kritika kom, edhe pritet për meje me qenë kritika, po. Edhe kur hin me i pa komentet e njerëzve, jo njerëz real, nuk janë bota jeta. Ove, s'janë përgjegjës partit politike. Jo, vetë të thoj, ata njerëz krejt kanë foto me kryeministrin, një pjesë e tyne, një pjesë e tyne kanë foto me kësi, edhe dalin, edhe jo njerëz me kësi, me tik të Facebooku që është verified account. Qaj person i cili të ofendon në pikpamjet më tulta, Kam një ide këto. të qunë shtaz, të qunë të bashk, dhe më thonë, këto jenë gjana pajtona. Po me gjithato, une... Allojnë qemi Muza Kusarin për qatë bised e kanë qkoq e vetvedosës është. Fitore pa collë, pas e është gruaja, ma e sot numere se s'ka bëj vite. Unë e bëdhëm gjithë ne, për që ata nuk bona dalime. Ganimetja valla është, veç nese me tonën. Mi Muza Kusari, Ganimetja. Ata nuk bona dalime, kur lidert politik. Hykmetja. Nuk thëm njoni. Është shumë rëndësishme. Edhe qodë, edhe kërkon, me nda linqimet. Çështja Po zbutet bre kjo pak, zbutet pak. Okej. Unë e mendoj që A di që shikon Olo normal. na duhet me investu maksimalisht në edukim, në Ti po tu edukim. liderat me folë, nuk na kallzove, as ka metoda që Unë po e i kam- përdor bota me nal shpërndarin informata përmes AI-t. Besëm që nuk ka, sepse sa ma shumë që po përdor metoda, qaq ma shumë po rritet fake news. Problemi esencial këtu është që edhe kur ti me media dhe të, edhe kur ti me edukim, ne do të mja dhonë një mesazh njerëzve. Mos lexoni çto, po të paktën lexoni çto. Dhe ato që kemi të folë na, është problemi që tash, çka është problemi? Jo, na nuk kemi nevojë, po nëse po dojmë i thonë qytetarit Kosovës që për me lexu informacion të sakt, duhesh me shku te faqja e qeverisë, e dikasterit të caktuar. Dhe atje është 100% e sakt. Ne duhet me konë të bindur 100%. Po, jënë trajnime, çka pi thuni fëmijëve që mos i besoni se sa e qasaj? Tash kjo është problemi, është sasia e informacionit. Unë nuk di ku mi thonë qytetarit Kosovës lexo për shëndetësi. Sepse çaq është e varfër faqja e Ministrisë së Shëndetësisë për shëndetësi, sa ti nuk din ku mi thonë. Nëse e qënë të doktori, i thu, fol me doktorin për me dhonë, na e shohim që edhe në kontentin që doktorët e flasin në media, ka probleme sepse dhe ata kanë ra prej dezinformimit në disa situata. Dhe mujnë me dhonë informacionet e cilat kanë njëherë mujnë me qenë problematike. Për qëtë arsye, ajo që ka po lypëm është informacioni i cili i ofrohet qytetarit e para me qenë 100% Po du me të kallzu ku po shkon qaj qytetar, shkon në ChatGPT edhe merr shërbim shëndetësor më të mirë se
ku do të Jo, jetë nuk në mundet me gjuhë marrë, shqipe. sepse Mundet me EU-ja i ka marrë, dhënë, sepse- jo dëgjam, Po, merë EU-ja i ka ma shumë se tregu, Ministri Shëndetësisë. EU-ja me Ministri Shëndetësisë keni realisht- përgjigje. EU-ja me legjislacion i ka tregu ChatGPT Realisht, për situatat të tilla duhet me pas ekziston- filtra. Ekziston pak edhe një problem për shkak që e këtu prap pajtona me Kreshnikun që problemi që mediat e njehin i varfër me ma shumë financimin edhe reklamën edhe marketingun, rrjedhimisht klikimet fatkeqësisht në shumicën e rasteve, jo pa i përgjithësuar gjitha normalisht, na bojnë me pas televizionin cilat jashtëzakonisht pak respektohet realisht edhe licencat cilat i marrin prej KPM-s, ku ki tepër pak emisione edukative shëndetësore. Ekzon, u përmend kulturore. diçka, u përmend ministri, jo, i punon Ministri vetëse Shëndetësisë. shumicën- Ministria e po, Shëndetësisë është prandaj e po para them, që do të prandaj me po harxhu them. me harxhu Ministria e në Shëndetësisë formim sakt. është marrë pikërisht me këtë çështje dhe i kemi rekomandu IKSHPK-s, që është institucioni kompetent për edukim profesional në këtë rast të qytetarëve, jo ministria si ministri, sepse ministria është prap një departament Çu politik. që ki rekomandua, i keni dhënë buxhet? Kanë nënshkru marrëveshjen me RTK-n. Kanë nënshkru marrëveshjen me RTK-n. Me bu çka? Për prodhim pra të emisioneve dhe këshillave shëndetësore që duhet mu transmetu në oraret mundësisht më të përshtatshme dhe më të ndjekura, sepse na gjithë e dim, pra, sot veç qyre televizionet tona, në prime time, zakonisht i ki gjitha debatet politike, ku po pajtohen për një pjesë me Ermalin që kontaminohet opinioni publik vazhdimisht me fyrje, ofendimet, pavërteta, që sinqerisht, po edhe partit politike normalisht që janë përgjegjës të paktën sa i përket të dezinformimit brendshëm. Prandaj po them që edhe nëse mediat arrin pra me bo një qoftë përmes kuvendit, një mbështetje tillë, qoftë për emisione shëndetësore, kulturore ose çfarë do qofshin, konsideroj që kishin me ndiku mirë në këtë proces, sepse kështu me këtë qasje e cila është prej disa televizioneve vlerëzimi me thonë ju përngjajnë subjekte politike e jo televizioneve ose interesat e bizneseve që Unë veç masi ishim të tema, ishim të tema e shpërndarjes dezinformatave për shëndetësi, na në Krypometër i falenderojmë mjekët të cilët për neve janë ata të cilët i thirim edhe s'po pritojnë vazhdimisht një mas të madhe të dezinformatave shëndetësisë me na i deklasifiku, demantu edhe tregu të vërtetën, na po e bojmë përmes në Krypometër përmes mjekëve. Urdhno organimet. Me juve dhe më thonë, ka një rregull që tash imponohet në QKUK që mjekët edhe hapësira duhet me leje speciale mi gjiru atje. Fatkeqësisht. Dhe kjo është problematikë. Tash mos më dilin këtë temë, jo, unë kam jo vetë një t'lu, jo, se 2 herë ma morë. Ganimetja shkurt. Jemi në fund. Tani po duhet me bërtitë, s'po duhet. Fal, Ekzon, më tjetër. Jo, pra po du me u kthy te financimi. Unë mendoj që shteti financon mjaftueshëm. Pse tham këto? E para i përmena radio televizionin e Kosovës. Me gjitha kanalet. Ata po ankohen se kanë buxhetin e plot. Prandaj po tham, tash veç. Po thu mjaftueshëm, ata po thonë sa mjaftueshëm. Jo, mjaftueshëm është RTK-ja, po tham, nuk po tham që ju jep mjaftueshëm. RTK-ja është mjaftueshëm. Pastaj investim ka në, e tham edhe një herë, KPM. Komisioni e pavarur mbi çështje media. Aty bordet marrin pagat larta jeta. Sa herë që unë jam në komision intervistu se cili kandidat që të vjen i tham, thuma një problematik të KPM-s, thot digitalizimi. Në çdo panel që unë i kam qenë, problem kryesor mas pagave, pareve, e kanë digitalizimin. Po fatkeqësisht unë jam që 16 vjetë deputete, alaj problem nuk është gjë. Dhe na çka duhet me bo? Duhet me i mbikëqyr, me i thirr në raport, ato raporte me i lexu, defektet që nxirrun pe raporteve jeta gjarra duhet me çka nesër KPM-ja e bjen një raport në Kuvendin e Republikës Kosovës, e qesëm diskutim komisionin parlamentar që jemi edhe unë edhe Ermali, se a edhe ti në komision për media po, edhe Ekzoni, qaj raport kalon që shkalon në komision, ose dhe s'kalon heq, e qojmë në seans prap s'kalon, cilat janë masa ndëshkuse. E kam kërku kur kemi qenë në pushtet. Duhet ndryshohet metoda e raportimit të agjencive të pavarura. Pse? Të gjithave, e këmë thonë, kur ka qenë Partia Demokratike në qeveri. Duhet me pas mas ndëshkuse, një bërd,
që nuk i kalon raportin kuvend, du të me shku në shtëpi. Kjo është Faleminderit. arsyeja pse është tërzu ligji për KPM-n. Sepse kanë tentuar me disiplinu KPM-n tu e përdor kuvendin. Dhe nuk është standard evropian. KPM-ja disiplinohet me mekanizma disiplinor të brendshëm, të cilat duhet mi kriju duhet vetë. me dhënë llogaria ata dikujt. Llogaria jepet brenda KPM-s dhe shkarkimi do duhet me ndodhë me Atëherë pak të pse nuk- dytë të pse treta Kem e mirë për një debat të ri, për sonte që kaq kemi kohë, falenderoj. Ermalin e Gzorin Garimetin Krishnikun që morën pjesë, kaq për sonte, na ndeshni të morë nesër në njëjtën kohë në ora 8:10 prej nesh këtu për debat për dezinformimin, natën e mirë.